Zhvillimet të rëndësishme ekonomike kanë ndodhur kohët e fundit, muajt e fundit. Janë zhvillime botërore të cilat sigurisht që kanë tërhequr vëmendjen e ekspertëve dhe specialistët për të komentuar ato, për të parë se cila është tendenca, për të parë se cila është rruga drejt të cilës po shkon ekonomia botërore. Sigurisht që ka shumë për të folur për ekonominë në tërësi, po unë kam dëshirë që sot të ndalemi tek ekonomia kineze, tek ajo ekonomi e cila sot përbën vendin e dytë më të rëndësishëm të botës pas Shtetit Bashkuar të Amerikës për sa i përket ritmeve të rritjes ekonomike dhe të zhvillimit ekonomik. Sigurisht që ka shumë për të thënë dhe unë pikërisht për këtë arsye kam ftuar specialistët më të mirë në Shqipëri dhe ata janë profesor doktor Selami Xhepa, presidenti i Universitetit Evropian të Tiranës, profesor doktor Petraq Milo, pedagog në Departamentin e Financës, Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Tiranës, si dhe kolegun tim Edi Civici, gazetar, analist, ish zëvendës ministër. Faleminderit që jeni në studio. Profesor Xhepa, po e nis me ju. Ritmet e rritjes ekonomike të Kinës, pra prodhimi brendshëm bruto i Kinës, u rrit me 5% vitin që kaloi afërsisht edhe shkoi drejt atyre tendencave që ishin planifikuar. Cili është vlerësimi juaj për këtë trend të zhvillimit ekonomik të Kinës, qoftë edhe në këto muajt e parë të vitit 2025? Shiko, është një fakt që Kina historikisht ka patur ndërritmet më të larta të rritjes ekonomike, besoj në gjithë ekonominë botërore, gjë që ka bërë që një vend që e nisi që nga vitet 80 me gati 5% e ekonomisë botërore, sot është gati 1/5 e ekonomisë botërore. Por nga ana tjetër është fakt që sa më shumë ekonomia zmadhohet, zgjerohet, sa më shumë vendet kalojnë në kufit e teknologjisë, pra atje ku janë kufiri teknologjik, produktiviteti i kapitalit fillon të zvoglohet dhe përpasoj ritmet të rritjes së ekonomisë zvoglohen. Sipas raportit Fondit Monetar Ndërkombëtar, vlerësohet një rritje me 4.7%, vlerësimet luhatën midis 4.7% dhe 5% janë vlerësime paraprake. Dhe me sa duket dhe për vitin 2025, objektivi i ekonomisë kineze është për të ruajtur të njëjtin nivel të rritjes ekonomike me 5%. Dhe unë besoj që diskutimet e fundit që po zhvillohen, sigurisht brenda në Kinë kemi një aktivitet të rëndësishëm politik, sepse Kina përmbyll planin 5 vjeçar të 14 dhe diskuton për të 15-in, pra për 2026-2030, dhe në këtë kuptim diskutimi i burimeve të reja të rritjes ekonomisë është një nga temat qendrore të saj. Modelet e deri tanishme predikojnë që në vazhdimsi ritmet e rritjes së ekonomisë kineze do të vinë në rënje, por sërish duhet të themi që nëse e krahasojmë me ekonominë më të madhe të botës, Shtetet e Bashkuara, e cila rritet me 2%, 2.2%, një rritje me 5% pa diskutim vazhdon që të jetë një motor i rëndësishëm që gjeneron rritjen edhe udhëheq rritjen e ekonomisë botërore. Profesor Milo, po ju drejtojmë dhe ju për t'ju pyetur pikërisht në vijim të kësaj që tha profesor Xhepa. Pra, sipas edhe statistikave të Fondit Monetar Ndërkombëtar, të ardhurat kineze për frym nuk janë as krahasueshme me ato të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Për kuriozitet, unë i kam nxjerr ato dhe shkojnë deri tani fuqia blerëse, për shembull, siç e përmendi profesori, shkon deri te 1/4 e nivelit e trendit e totalit botëror, ndërsa Shtetet Bashkuara kanë 15.9. Cila është tendenca drejt cili trendi po ecet nga ekonomia kineze? Sigurisht nuk mund pritet që të ardhur për frym, se fundi të ardhur për frym që janë prodhimi i përgjithshëm prodhon ndar për numrin e popullsisë, është aritmetike thjesht. Unë gjykoj që, më thënë, të ardhurat ndaj produktit përgjithshëm nuk është tregues. Dhe shumë ekonomistë kanë vënë pikpyetje të mëdha këtë, se është thjesht një pjesëtim. Një statistik. Një statistik, asgjë më tepër. Për mua rëndësit ka, si thua, cilësia e rritjes ekonomike, po ta shikojmë thjesht për një krahasim, se më e tha, por është më e thellë në fakt diferenca, biles 2024 Japonia ka pasur negative, Gjermania negative. Dhe 4.8 ose siç thot Fondi Monetar ose 5 siç thon statistikat e Kinës, kjo do të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme. Për mua rëndësi ka cilësisht se si është rritja ekonomike, qoftë nga pikpamja e formimit, qoftë nga pikpamja e agregatit. Nga pikpamja e formimit ti ke një prioritet të industrisë sekondare, që quhet industria manufakturës, që është industri e cilësisë lartë, do të thënë predominon, po ta shikojmë rritje ekonomike me cilësi të lartë. Dhe kjo garanton qëndrueshmërinë e ardhshme. Do të thonë, po të them një shembull, industria automobile është rritur 89% në vitin 2024, në terma real flasëm, apo fotovoltaike, apo robotike, etj. Kjo është e para që ka rëndësi, pra ke një raport që do
do thoya që është jashtëzakonisht i avancuar nëpërmjet industrisë sekondare, pra manufakturës, industrisë së shërbimeve që ka qenë shumë e ulët, tani ka zë gati 56%, dhe industrisë primare që është bujqësia etj. Kjo është e para. Dyta është nga pikpamja e kërkesës agregate, siç u thash. Aktualisht sot 5% i rritjes ekonomike përkthehet në 2.2% nga konsumi, 1.3 nga investimet dhe 1.5 nga eksportet. Problemi është që Kina ka pasur një model ekonomik deri vitet e fundit, si thua kurorzuar kjo dhe me ato krizat financiare, me një intensitet jashtëzakonisht lartë të investimeve për eksport. Pra, qofse 20 investimet në përqindje të prodhimit përgjithshëm bruto në vendet e zhvilluara 20%, në Kinë ka qenë 2 fishi dhe biletet 3 fishi. Kurse 26, 55%. Gjatë viteve të fundit. 26, 55% në vitet e krizës. Tani, tash modeli ka ndryshuar dhe ata kanë në objektiv një model krejt ndryshe. Modeli mbështetur në konsumin e brendshëm dhe inovacionin. Pra kemi një ndryshim në përgjigje pikërisht asaj që tham që sigurisht që ritmet e rritjes bien dhe automatikisht duhet i përgjigjesh një situatë të re. Dhe situata është kjo, konsumi i brendshëm. Kjo do na çojë pastaj në një element tjetër që unë gjykoj që nëse vendet e zhvilluara kanë arritur një kufi të se fundit çfarë është rritja ekonomike, konsumi është, domethënë. Nëse vendet e zhvilluara kanë arritur të themi një kufi të zhvillimit të konsumit familjar, pra kanë çdo gjë, domethënë një familje mesatare, Kina ka jashtëzakonisht shumë hapësirë dhe kjo i Kina, India, pse jo? Dhe kjo është burimi i zhvillimit të tyre. Pikërisht kjo diferencë që është kaq e madhe, kuptohet. Po, profesor, të pyes dhe kolegun Civici, me që kemi qenë gazetar bashku pavarësisht nga pozicioni juaj se zënës ministër i bujqësisë. Njëherë gazetar, gjithmonë gazetar. Sigurisht, gazetar mbetet, po unë po ju pyesja për hapjen që ka Kina kohët e fundit, nevojën që ka për të rritur investimet e huaja dhe se ku çon pikërisht ky model, ky nivel i hapjes. Hapja në vetvete është një politikë në thonjza e re, qofse do e marrim disa dekada periudhën të re, dhe që po funksionon shumë. Unë mund të vështroj vetëm numrat e kësaj hapje për vitin 2023 dhe 2024, dhe ndryshimi ishte me 36% rritje, ku në 2024 ishin krijuar rreth 42.000 bizneset e reja. Këto me drejtues apo pronar nga Kina, po dhe me drejtues dhe pronar nga jashtë. Një investim i huaj madh i cili është më i dukshëm të paktën në fillim vitit 2025 është ajo Gigafactory, fabrika e Teslas që po hapet për herë të parë në atë madhësi jashtë Amerikës dhe është dhe më e madhe se gjitha ato që janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që hapja po funksionon dhe kur e krahason me numrat e Bashkimit Evropian ku ishin më pak se 9.000 bizneset reja të hapura nga investitorë të huaj në Bashkimin Evropian në vitin 2024, shifrat e Kinës janë herë 4, kështu që besoj se hapja në fakt do jetë faza e fundit e pozicionimit e ekonomisë kineze si më e madhja, më mikpritësja dhe njëkohësisht më e fuqishmja e gjithë botës, se besoj kemi hyrë në atë periudhë të cilët e kishim parashikuar edhe 2050, po afrohet edhe po ndodhet edhe më shpejt. Ty pyes të treve me një pyetje të përbashkët që lidhet me masat që ka ndërmarrë qeveria kineze, ekonomia kineze, pikërisht duke marrë parasysh tregun gjigant të brendshëm të Kinës. Çfarë synohet për të nxitur ekonominë? Cilat janë masat që të paktën në komentet tuaja, në analizat tuaja e afrojnë pikërisht elemente të nxitjes ekonomisë për të treg kaq masiv? Shko, unë mendoj që spari mjedisi ndërkombëtar po bëhet gjithnjë më kompleks dhe është realisht një situatë besoj nga më të komplekset që kemi parë në historinë e pas luftës së dytë botërore, sepse kemi disa realitete ekonomike ndërkombëtare mjaft intensive dhe dinamike që po zhvillohen kohët e fundit, dhe përpasoj kjo do të thotë që pasiguritë në mjedisin ndërkombëtar janë kaq të shtuara sa që është vështirë të bësh parashikime shumë afatgjata. Dua të them që ekonomia kineze gjatë viteve të fundit është përpjekur gjithmonë si çdo ekonomi të gjejë një lev, një motor, një lokomotiv të udhëheqjes rritjes. Dhe në fakt, sa shterojnë burimet në një sektor, duhet krijuar oportunitet në një sektor tjetër. Gjatë viteve të fundit Kina i mshoi për ndryshimet modeli që përmendi profesor Petraçi, për të kaluar të konsumit brendshëm dhe zhvilloi fort tregun e real estate-it, pasurinë të paluajtshme, si një nga burimet më të rëndësishme ku kërkesa e brendshme agregate do të udhëhiqte rritjen ekonomike. Dhe u pa, de facto, që limitet e kësaj politike, sepse kemi një nga krizat e forta, tregut pasurinë të paluajtshme, vitin 2021,
Dhe kjo, si thua, i dha një goditje të fortë ekonomisë kineze. Gjë që bëri që vetë qeveria pastaj e para njerë të jap zgjidhje këtij problemi të vështirë, së dyti financat e qeverisë vendore kanë qenë jashtëzakonisht problematike, gjë që do të thotë që një pjesë e rëndësishme e buxhetit, dhe mos harrojmë për këtë vit për shembull deficiti fiskal është rritur për herë të parë në histori të shkojnë në 5%. Pra flasim për masa tepër të forta nga ana e qeverisë, të cilat e para pastruan financat publike, pastruan dëmin që shkaktuan, le themi, tregu i pasurisë të palujshme, dhe tani po kërkon ndërtoj ato ekonomie inovative që përmendi përsëri profesori, që të garantojnë që burimi i rritjes së ekonomisë vijë nga manufaktura dhe nga industritë inovative. Problemi këtu është që kërkesa e brendshme agregate në këtë lloj industrisë të teknologjisë lartë është shumë e kufizuar, çka do të thotë që burimi i rritjes duhet vi përsëri nga tregtia ndërkombëtare. Dhe në kushtet e luftrave tregtare që duket se po shpërthejnë me tarifa etj, duket që do të kemi probleme në funksionimin e modelit sistemit ekonomik. Unë mendoj që qeveria kineze ka vështirësi serioze aktualisht në identifikimin ose më mirë themi në adresimin atyre që janë probleme të rëndësishme strukturore të ekonomisë brendshme, por që në thelb investimet që ato kanë filluar janë në kërkim shkencor, fjala vjen për vitin aktual janë më shumë se 56 miliard vetëm për kërkim shkencor, çka do të thotë që prioriteti i tyre kanë nisur një iniciativë të madhe, punë kualitative, punë cilësore, pra duke zhvilluar një fuqi punëtore cilësore, që do të thotë pra që burimi i rritjes së ekonomisë tyre do të jetë përsëri manufaktura e nivelit teknologjisë lartë, dhe duket që dhe programet e mëdha qeveritare të subvencioneve dhe të mbështetjeve, që është me qira fjala dhe burimi kryesor i mosmarrveshjeve që kemi sot midis ekonomisë të mëdha Shtetet Bashkuara e Evropës dhe Kinës, por duket që kjo do të jetë të paktën në optikën e tanishme të zhvillimit deri tanishme, ky do të jetë dhe burimi kryesor i modernizimit dhe i fuqizimit të ekonomisë kineze. Profesor Milo, duke mbetur tek kjo linjë, profesor Xhepës, pikërisht këto masa që ka marrë qeveria kineze, çfarë ndikimi mund të japin rrymëkëmbjes ekonomike botërore në tërësi? Kina sot ka një, do të thonë, kontributi i saj është gati 30% në rritjen e ekonomisë botërore. Duke qenë gati 17% faktikisht si prodhim i përgjithshëm. Ajo ka vendosur objektiva shumë të qarta që i përgjigjen kësaj si thua situate 3. Praktikisht do të thoja, po ta korrigjoja, situata do të thoja ishte objektivi ishin në fund të vitit 2024, ku nuk ishte dalë akoma problemi tarifa. Megjithatë, ata e shikojnë që objektet janë rritja e kërkesës brendshme, kuptohet që duke bërë të që në shumë pak vende kanë parë që rritja e të ardhurave përkon me rritjen ekonomike. Rritja reale, plas. Qoftë ka qenë 5% rritja ekonomike, rritja reale mesatare e të ardhurave është gati 5.1. Pra, mundohen që të japin të njëjtin ritëm, do thoja për shkak të, si thua, për të stimuluar kërkesën e brendshme. Pra, e materializojmë të fakt duke ndjekur këto politika. E dyta është inovacioni, mos harrojmë që shpenzojnë gati 2.5% të prodhimit të përgjithshëm, që është shumë më lartë se vendet europiane në përqindje të prodhimit të përgjithshëm bruto. Ajo që duan të bëjnë është parandalimi i krizës, sidomos se kemi jo vetëm krizën e, do thoja, që si thuash ata e kishin problematikë të real estate, po edhe krizën e borxhit, sidomos të borxhit lokal, të pushtetit lokal, jo të pushtetit qendror. Gjë që tregon që ka, për mua, është edhe pozitive në fakt, negative në kuptimin e riskut kuptohet, po pozitive në kuptimin që në shumë vende ka një ngërç, ka një gujfim, do të them, pushteti lokal nuk ka asnjë lloj, do të thënë, hapësire për të marrë borxh, gjë që përkon me stimulime e zhvillimit rajonal që ata kanë përparësi. Tjetër që kanë promovimi i urbanizimit, ka arritur një popullsi, nëse flasim 79, që 5%, gati mbi 90% ishte e varfër dhe rurale, sot jemi në shifrën 67% pra urbanizimit, pra tendojmë tendencën, mos harrojmë që bujësia pesha se ka rënë në mënyrë drastike. Pra tregon që po shkojnë drejt, domethënë, një ekonomie me strukturë të qëndrueshme, moderne. Tjetër do thoja zhvillimi i gjelbër, mos harrojmë që ka kaluar në një prodhim të energjisë elektrike, do thoja. Sot kemi 67% nga termocentralet që ishte gati pothuajse 100%, jo 100%, po sot ka 10% erat, 9% e kanë solar dhe sigurisht dhe nga uji e tjera me radhë. Pra, rritja e cilësisë dhe sigurisht e fuqisë punëtore, produktivitetit. Pra, këto janë, si thuash, ato linjat kryesore në cilën ata
synojnë dhe doli problemi tarifave, faktikisht që u çfarë i ri, i cili do jetë një problem tjetër që do ndikoj. Shkurtimisht se profesorët i pojkën gjitha ka vetëm një temë cilën besoj duhet e kam vënë re edhe atje në një vizitë zyrtare që patëm, një ndryshim të demografisë. Pra, nëse mund ta shtroj kështu, ekonomia kineze ka filluar të përballet me problemet e perëndimit. Dhe jo vetëm plakjen, ka filluar edhe me problemin e dy shpejtësive. Ne u pasëm në vitin 2008, unë kam patur mundësi të intervistoj edhe profesorët dhe ta mësoj edhe më shumë ekonominë me dy shpejtësi, ku një apo disa sektore ecin më shpejt dhe më mirë, dhe të tjerët që më ngadalë. Dhe ajo që vuar edhe në Kinë, me sa duket, po duket edhe në statistika, është që qendrat e banuara, qytetet e mëdha, ecin me një shpejtësi disa herë më të madhe edhe se Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo vende të tjera të zhvilluara, ndërsa zonat rurale, edhe pse gëzojnë nga investimet mëdha real estate, që pastaj transmetohen nga ajo kriza që ju shpjeguat, edhe pse kanë këto investimet mëdha, në fakt jeta shumë e ngadalë bazohet në ekonominë bujqësore apo pak rurale, po asgjë më shumë. Dhe po përballet me ato probleme që u përball dhe vazhdon të përballet edhe perëndimi. E mira e qeverisë dhe situatës së Kinës tani është që eksperiencën e këtyre vendeve mund ta transmetojë edhe ta zgjidhë më shpejt se sa e zgjidhen këto vende të perëndimore. Por ama këto sfida ndoshta jemi vetëm në fillim të tyre, në Kinë, ndoshta dhe nuk janë shfaqur tamam akoma, po simptomat duken që plakja e popullsisë do jetë një problem për Republikën e Kinës dhe në fakt duhet të filloj dhe të sulmohet, më thonjë ta. E drejtë. Profesor Xheva, ti kthehemi një çështje që më duket që është çështja më e debatueshme e ditës. Është realisht çështja e ditës dhe kjo ka ndodhur që kur presidenti i ri amerikan mori detyrën dhe masat e reja tarifore kanë filluar të prekin botën. Nuk po flas për Kanadan, Meksikën, po tani po flas edhe për Kinën, më thënë drejtën. Si e komentoni këtë zhvillim të këtyre politikave? Shiko, lufta tregtare që duket do të bëhet, besoj kryefjala e këtyre viteve, ndoshta të gjithë kohës së presidencës Trump, mendoj që ka krijuar shqetësime dhe do të krijojë shqetësime akoma më të forta në qoftë se vendet do t'i kundërpërgjigjen këtyre masa siç duket gjasa që do të vazhdojnë. Pra nëse presidenti Trump paralajmëroi dhe miratoi, dekretoi rritjen e tarifa me 25% për Kanadan dhe Meksikën dhe me 20% për Kinën, mos harrojmë që shumë nga produktet e rëndësishme kineze, pra të teknologjisë që Kina shet në tregjet ndërkombëtare dhe Amerika është një nga tregjet e rëndësishme për eksportet kineze, aplikojnë tarifën 100%. Pra produktet, fjala vjen makinat elektrike, që janë një nga burimet e rëndësishme të edhe si vendi kryesor i paguajnë tarifë, nëse duan të eksportojnë në Amerikë, paguajnë 100% tarifë doganore. Pra, duke shkuar në një botë me mure tarifore, dhe siç e thash, gjasat janë që vendet do t'i kundërpërgjigjen. Kina për shembull shpalli gjithashtu që do t'i kundërpërgjigjet në disa produkte që janë kritike për eksportet amerikane. Pra, në tërësi tarifat dhe përtej tarifave duhet shohim barrierat jo tarifore. Qoftë Shtetet e Bashkuara në mënyrë të dukshme, por dhe Europa, gjatë viteve të fundit, flas gjatë dekadës fundit, që në presidencën e parë Trump, kanë shënuar një rritje eksponenciale, do thoja, si të tarifave dhe në veçantisht siç e thash barrierat jo tarifore, pengesat teknike tregtisë, standardet e tjerë, masa të tjera proteksioniste, të cilat nuk kuantifikohen siç është tarifa, por shpeshherë janë më të rënda nga efektet e tyre sa vetë tarifa. Efektet e saj mendoj që do të jenë në gjykimin tim jashtëzakonisht serioze dhe kritike për gjithë ekonominë botërore në përgjithësi. Pa diskutim, unë e thash pak, nëse Kina do të synojë të zgjerojë ofertën e brendshme në manufakturë, sepse ky është burimi kryesor i udhëheqjes së ekonomisë kineze. Por tregu i brendshëm, siç e thash, ka vështirësi në tërheqjen e kësaj kërkese, atëherë korporatat kineze do të jenë detyruar që të reduktojnë ndjeshëm çmimet e tyre për të bërë ballë këtyre tarifave të forta, gjë që do të thotë që konkurrueshmëria e ekonomisë botërore do ndikohet ndjeshëm. Kështu që do të kemi, mendoj, efektet e kësaj lufte tregtare do të jenë shumë të dukshme. Unë mendoj që ka dhe alternativa tjera. Kina sigurisht që do të kërkojë tregje të reja dhe mendoj që ndoshta politika më e mençur është që kur dikush është si puna kur ngacmohen dy fëmijë, nëse njëri qëllon, atëherë e mira është që tjetri të mos qëllojë sërish, por duhet të tërhiqemi në një moment pauze, sepse përndryshe ne prodhojmë, siç e ka treguar historia, që nga lufta e dytë botërore, e krizës madhe
29-33-shit, lufta tarifore prodhojnë situata shumë të pakëndshme ndërkombëtare. Kështu që do të jetë një moment i vështirë, por shpresoj që gjetja edhe tregjeve të reja, Kina, unë e thash që mund të gjetë tregje të reja, Turqia për shembull është më miqësore, India është më miqësore, vendet e tjera, Rusia gjithashtu, ne dimë që Rusia ka bërë një treg të rëndësishëm për Kinën. Pra, mendoj që vendet mund të ridrejtojnë kanalet e tyre të tregtisë për të kapërcyer këtë konflikt të madh tregtar. Po, profesor Milo, në fakt nuk është e re ndryshimi i tarifave apo tendenca për të vendosur tarifa, sepse në 2016, kur ishte presidenca e parë e Trumpit, pati tarifa të kësaj natyre. Unë kam për shembull një shifër që më kujtohet që u vendos tarifë për 2 produkte kryesore, që ishte misri dhe soja, dhe fermerët amerikanë humbën rreth $10 milion në atë kohë, dhe sigurisht që u kompensuan deri në 96% pasaj nga të ardhurat që vinë nga buxheti. Në gjykimin tuaj, mbase kjo bëhet që kompanitë që funksionojnë në Republikën e Kinës të rikthehen, si thot Trumpi, të zhvillojnë aktivitetin e tyre brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës për atë që quhet së pari Amerika, apo në krye Amerika dhe pastaj të tjerët, apo ka dhe ndonjë tendencë tjetër që ka të bëjë me pikërisht të luftën e madhe tregtare që po fillon, që ka filluar që këtë ditë? Unë di një gjë që nga 2018 në fakt, po flas me shifra, 659 miliard kanë qenë shkëmbimet në 2018 dollar, kanë zbritur në 616 miliard dollar në 2024. Pra, efekti i parë është ulja e shkëmbimeve tregtare. Efekti i dytë është që gjitha studimet që kanë bërë studiues amerikanë, që problemi i luftës tarifore fillestare dhanë si një rezultat një ulje të ekonomisë të punësimit në Amerikë. Një studiuse që është drejtoreshe e departamentit të taksave fiskale, Erika Jor, që atë cituar, vetëm vendosja e tarifave Meksik, Kanada, Kinë, do të ketë një pasojë të uljes së prodhimit përgjithshëm bruto në Amerikë 0.4% me efekt 1.1 trilion dollar taksa dhe njëkohësisht gati $800 taksa për çdo familje amerikanë. Se shifra të frikshme duke për. Shumë të frikshme janë dhe kjo është evidente. Pse? Për arsye se 25% se mos produkte që vinë nga Meksika janë produkte ushqimore. Do thonë, pavarësisht nga kjo, do thonë çmimet e prodhuesve amerikan prap janë shumë larg kostot e. Përsëri unë gjykoj që nuk do jetë kaq, si thua, ridrejtimi i importeve amerikane, përsëri do vazhdojnë nga Meksika, se ka një hapësirë jashtëzakonisht madhe ndërmjet diferencë ndërmjet çmimeve të prodhuesve amerikanë dhe prodhuesve meksikanë. Ajo që do të jetë ndikim të është konsumatore. Kjo është direkt. Rritja e çmimeve e tjera. Pra dhe këtë ka ngritur dhe Fondi Monetar në raportin e fundit ndërkombëtar, po dhe në raportin me Shqipërinë. Pra do të ndikojë edhe për Shqipërinë në fakt. Gjithë efektet do të jenë zgjerimi i luftës tregtare, pa diskutim, se do i përgjigjen me kundërpërgjigje. Do të thotë se Shqipëria ka vendosur 25% Kanadaja, 10% Kina. Kjo shkon dhe politikisht, kuptohet. Uljen e investimeve, sigurisht që do të ndikojë drejt për drejt. Do thoja eficiencë e tregut, gjitha këto elemente, flukse tregtare, zinxhirët e furnizimit, që mos harrojmë se sa pasojë pati zinxhiri i furnizimit kohën e Covidit. Më thënë pasojë të pariparueshme për shumë vite dhe për shumë vende. Gjë që u konkludua, u rezultoi me kosto jashtëzakonisht lartë ekonomike dhe sociale. Mos harrojmë pastaj kemi një element tjetër që do i përgjigjem ndofta dhe diçka edhe më ashpër, sidomos vendet e brikut, që do thonë që prit tani se do zgjerojmë akoma më shumë shkëmbimet tregtare jashtë dollarit, domethënë. Dhe kjo mund të jetë si pasojë duke kundërpërgjigjur Amerika të gjithë dhe Brazilit i është përgjigjur përsëri për rritjen e tarifave etj. Me radhë. Pra kjo është fundit thyrje e sistemit monetar. Pavarësisht se gati 95% transaksionet sot bëhen në dollar, po vetëm 1% rënja e saj është jashtëzakonisht e madhe. Qeveria kineze për shembull pretendon që janë shkelur të gjithë rregullat e Organizatës Botërore të Tregtisë. Paraqitur çështjet. Është problematik. Po vetëm 1% ulje të nivelit transaksioneve në dollar është, më thonë, ne që jemi humbja edhe se njëraçit e tjera janë pasoja jashtëzakonisht mëdha. Gjykoj që pikërisht kjo do të ketë një pasojë, domethënë dhe për vendet, po jo aq shumë sa do të ketë pasojë Amerika drejt për drejt. Civici, po thuaj se kundër
Këtyre që folëm ne, presidenti Trump u përpoq të shpjegonte në Kongres pikërisht pse ai kishte ndërmarr këtë luftë të tarifave po quhet tani. Në gjykimin tuaj, cila është pritshmëria? Shkurtimisht, duke situar edhe ndjekur edhe fjalën e presidentit, mendoj se tarifat vjen për dy arsye. E para është ajo që duket dhe thuhet që janë dhe këto pikat e presidentit Trump për ta ndihmuar ekonominë vendse, pra janë arsye politike. Ti ke marrë një vendim për të ndihmuar, mbrojtur, e quajmë si duash industrinë vendase. Por zakonisht tarifat merren edhe për të fshehur një lloj mungese konkurrueshmërie. Se në momentin që kompanitë tua, apo të këtij vendi apo të X-it, arrin të konkurrojnë dhe përpasoj të fitojnë, nuk ka nevojë për asnjë tarif. Nëse kompanitë amerikane prodhojnë në mënyrë më të lirë se sa ato kineze, nëse paguajnë punonjësit më mirë se ato kineze, nëse i mbrojnë më mirë, nëse produkti arrin me një kosto më të ulët dhe me një cilësi të barabartë ose më të lartë, është e panevojshme tarifa tregtare. Kjo vlen si për Bashkimin Evropian, si për Kinën apo edhe për vendet e tjera që i vë. Kështu që unë besoj se në një farë mënyrë politika tregtare aktuale amerikane, nga një anë bën një objektiv të sajnë që do mbrojë të gjithë industrinë e vet, por nga krau tjetër ose mundohet të fshehi edhe atë mungesë konkurrueshmërie që ndër vite duket se po bëhet gjithmonë më dukshme. Një rast që po marr është përsëri po shoh ke makinat dhe ke makinat elektrike. Nga një anë është Shtetet e Bashkuara të Amerikës që konkurrojnë me më të njohurën apo më të madhen Tesla, dhe nga krau tjetër një ndër nuk dia ta them a është më e madhe apo jo, po Build Your Dream që është kompania kineze që konkuron drejt për drejt. Fundi 2024 u mbyll që në gjithë totalin e makinave elektrike të blera në Kinë, Tesla apo të gjithë kompanitë të huaja ishin më pak se 9%. 91% ishte Build Your Dream me të gjithë kompanitë e tjera. Kështu që nuk besoj se një konsumator kinez zgjedh një makinë kineze vetëm se është subvencioni, nuk besoj se përfitojnë gjithë nga subvencioni apo nga dëshira kombëtare për ta blerë kineze. Nëse një makinë amerikane është më mirë, do blej amerikane. Derisa tregu duket se zgjedh të vendit dhe jo atë që vjen nga Amerika. Dhe nga krau tjetër, Amerika detyrohet që të bëri disa tarife tregtare kundër këtyre makinave që t'i ndaloj. Pra konkurrueshmëria në këtë pikë fitanon nga Kina, nga ekonomia kineze. Kështu që këto lufta tregtare në fakt dhe unë besoj përfaqësojnë gjendjen ekonomike në cilën ndodhet çdo vend. Kjo vlen si për Bashkimin Evropian, si për Shtetet e Bashkuara, si për Republikën Kineze. Derisa Kina deri tani nuk ka vënë, apo nuk ka qenë e para që të vëri, me sa duket konkurrueshmëria e saj është më e lartë krahasuar me tjerët, sa nuk ka nevojë të ndërmarrë kështu politika publike. Miqtë mi, meqense kemi pak minuta deri në përfundim të bisedës, unë kam edhe një pyetje të përbashkët për të tre dhe kam fjalën për potencialin që ka ekonomia kineze për të përballur pikërisht këtë tematikë që ka ekonomia botërore. Shko, duke qenë një nga ekonomitë më të mëdha të botës, madje matur me paritetin e fuqisë blerëse, ekonomia e Kinës është më e madhe dhe se ekonomia amerikane. Duke qenë pra një fuqi e madhe ekonomike, pa diskutim që mundësia për të absorbuar edhe goditjet negative është pa diskutim shumë e madhe. E para, e dyta, ai modeli i ri rritjes ekonomike që Kina ka tentuar prej vitesh që ta implementoj, mendoj që merr një shkas akoma më të rëndësishëm tashmë për të vënë zbatim në mënyrë më eficiente, pra kalimin nga një ekonomi që bazohet tek investimet në manufakturë për tregjet e huaja, tek një ekonomi që do të bazohet te konsumi. Pra, deri tani konsumi zë gati 40%, 60% udhëhiqet nga investimet, dhe një përmbysje e këtij raporti do të thotë që potenciali i kërkesës brendshme agregate, nëse ajo zgjerohet për të rritur më shumë ekonominë, bëhet shumë i fortë. E para, e dyta, rritja e të ardhurave që ka ardhur për shkak të modelit që ka Kina, pra që rritja ekonomike realisht përkthehet në rritjen e të ardhurave për qytetarët, deri tani nuk ka treguar atë forcën e saj në konsum për një arsye të thjeshtë, sepse një pjesë e rëndësishme të ardhura janë kursyer, duke filluar që nga kriza dhe në veçantë pas pandemisë. Pra Kina e ka mbështetur këtë nivel të lartë investimeve dhe nga kursimet shumë të forta të brendshme. Tani e tutje, nëse pasiguritë në ekonomi dobësohen dhe politikat e brendshme e orientojnë konsumatorin ose e orientojnë ekonominë drejt konsumit brendshëm, mendoj që kjo do të jetë një zgjidhje dhe duhet të jetë normalisht një zgjidhje e rëndësishme. Përndryshe, në tregjet ndërkombëtare, me këtë fragmentarizim që kanë edhe me këto
tensione që janë krijuar, mendoj që do të jetë mjaft e vështirë që të realizohen objektivat për gjitha palët. Në qoftë se të gjithë palët pra nuk do të ulin armët, atëherë unë mendoj që situata do të jetë mjaft e vështirë. Unë e përmenda një episodi i kolapsimit të tregtisë ndërkombëtare kur bota në depresionin e 1933-shit rriti muret tarifore dhe falimentoi pothuajse tregtia për të mos thënë që filluan luftra etj. Pra kjo nuk rezulton që të jetë një mënyrë efektive. Ne kemi parë dhe në luftën tregtare të Shtetet Bashkuara me Japoninë. Në vitet 80 kur Japonia ishte tigri i famshëm i Azisë dhe ekonomia më e fortë e Azisë dhe krijoi disbalancë tregtare, vetë Japonia ndërmori për t'i bërë qefin Amerikës ato që i quajnë kufizim vullnetar i eksportit. Domethënë, vullnetarisht kompanitë japoneze angazoheshin të mos eksportonin në cili ishte rezultati? Asnjë gjë. Konsumatorët amerikanë përsëri e kërkojnë vetë. Pra, konsumatori në fund është sovrani që merr vendimin. Kështu që mendoj që duke shkuar drejt konsumatorit brendshëm, mendoj që edhe Kina do të ketë mundësi të jo vetëm të ruajë ritmet e saj të rritjes, por njëkohësisht mendoj të jetë një lokomotivë edhe për të udhëhequr rritjen e ekonomisë botërore, siç e tha dhe Petraçi, sepse është një lokomotivë vërtet i rëndësishme. Profesor Milo, ekonomia e dytë më e madhe në botë është Kina aktualisht, pavarësisht që ka dhe studim të organizatës botërore që e cilëson si ekonomi që në 2030 e sipër do të jetë ekonomi e parë, pra duke të kaluar dhe Shtetet Bashkuara. Potenciali i saj do të arrijë pikërisht këtë? Që ose themi që 2030, po janë shumë raporte edhe të institucioneve amerikane që 2030 po themi barazohen prodhimi përgjithshëm bruto. Po ajo që është ngelet diferencuar kuptohet është si thua e ardhura për frym që është diferencuar. Unë mendoj që ato që si thua hapësira që ka, unë diskutova fillimisht që është hapësira e konsumit dhe ajo theksi që ata e vënë konsumit të brendshëm, por mos harrojmë që duke parë dhe atë si thua konkurrenshmëri që ka ajo në prodhimin e saj, mos harrojmë që ka tregje jo vetëm Amerikën, ka tregje të tjera që pra prodhon dhe në përshtatje me tregjet. Gjë që të tjerët nuk e kanë këtë, prodhon dhe për Afrikën, prodhon dhe për vendet Azisë qendrore etj. Me radhë, pra i përshtatet tregut botëror nga pikpamja, kështu që në këtë pikë nuk do ketë ngjecje, do të thënë përkundrazi, pra ka fleksibilitet. Mos harrojmë elementi tjetër që sot është bërë problematik, jo dhe aq për ata në fakt, ka një lloj tendence të uljes popullsisë, po mos harrojmë sot është një fuqi që ka gati 780 milion punëtor. Ka disa politika të fundit që ndryshoi dhe mosha e martesës, u shtua nga 18 po edhe shnjat pozitive. Pra do të thotë sot vendet që sot po më shumë kuptohet, ne që jemi ekonomistë e kuptojmë fare mirë, që çdo më thënë fuqi punëtore. Do thonë sot ka një avantazh jashtëzakonisht të madh që ka këtë masë të madhe nga 1.4 miliard banor, me 700 gati 800 milion janë punëtor aktive. Eksportet sot është eksportuesi i parë dhe importuesi i dytë, domethënë që tregon që nuk kanë një ndalim, do thoya të mundësisë dhe hapësirave që ka. Mos harrojmë pastaj kemi element tjerë që janë të zomozoshëm për një ekonomi për ta bërë solide, ke rezervat më të mëdha, gati 4.1 trilion dollar, përfshi dhe bankat e nivelit dytë dhe rezerva 6 e harit në botë. Pra, kemi gjëra të cilat janë baza e ekonomisë është shumë e qëndrueshme, do thoya, dhe është solide për të pasur dhe sigurisht objektivi i tyre është ajo i shumë i qartë. Prodho për brenda, prodho për tregun e jashtëm dhe me kosto të ulët. Kështu që ajo është konkurshmëria. Kolegu Civici, edhe i pyetje të shkurtër për një përgjigje të shkurtër. A mund të flasim në këto kushte për vitalizim të ekonomisë Kinës? Po, thjesht duke ndjekur atë që tha profesor Xheva të konsumit, duket se dhe qeveria kineze ka kuptuar që zgjidhja më e mirë dhe më e fortë dhe më e shpejtë që mund t'i japi problemet sa ekonomike është rritja e konsumit. Edhe unë këtu po citoj qeverinë kineze që ka ndërmend që brenda 3 viteve të krijojë 12 milion vende pune të reja. Gjithashtu ka emetuar bono në vlerën e 300 miliard yuan që t'i mundsoj të gjithë njerëzve në Kinë të rinovojnë pajisjet e veta shtëpiake, elektronike, hidrosanitare, pra të rinovojnë shtëpinë e tyre. Konsum dhe vetëm konsum dhe patjetër ka ato që do i prodhojnë ato që do ndrohen janë kompanitë kineze. Kështu që qeveria kineze po krijon vende pune dhe po flet 12 milion në 3 vite, është një shifër që edhe në Europë edhe në Amerikë duket shumë e madhe.
dhe njëkohësisht po jep para falas që të fuqizojë jashtëzakonisht shumë konsumin e brendshëm të Kinës, me konkretisht politika financiare, kështu që edhe fiskal. Kështu që besoj zgjidhja është kuptuar, tani duhet realizuar. Ishte një kënaqësi që isha në një bisedë të tillë tërësisht profesionale me profesor të nderuar profesor doktor Selemi Xhepa, presidenti i Universitetit Europian të Tiranës, profesor doktor Petraj Shmilov, pedagog në Departamentin e Financës në Universitetin e Tiranës, si dhe kolegun tim Eno Civici, analist gazetar dhe ish zënës ministër. Faleminderit shumë për kontributin tuaj. Do të shihemi në emisionin e radhës. Nga unë Bardhi Sajdarasi, faleminderit.